Zgjohet një ditë në mëngjes. Pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe ka pas traditë që masi e falte sabahun, ju thojtë shokëve të vet. A ka pa ndonjëri për jush në ëndër t'ja komentoj, edhe vishin njerëzit. Atë ditë tha, a ka parë ndonjëri për jush në një ëndër? S'ta një njerëzit. E po kam parë unë ta një ëndër. Kam parë tha një ëndër çuditshme. Ndërkohë që po ecja në xhenet, shija që dikush ishte përpara meje, este para meje. Pyeta, kush është ky? Më tha Xhibrili është Bilali. Jo Miftiu. Bilali radiallahu anhu, ai që triste ezanin. Miftiu inshallah është për xhenetlive dhe ne të gjithë inshallah jemi për xhenetlive. Pastaj e thirri Bilalin radiallahu anhu dhe i tha: "O Bilal, çfarë mendon ti? Sa është ajo vepër që ty të futi para meje në xhenet?" Pra tregon vlerësim, jo sa i do të jetë para pejgamberit, po tregon vlerësimin dhe rëndësinë. U mendu Bilali radiallahu ta'ala anhu. Tha pejgamberi i Zotit, se di, por unë kam një gjë si tradit. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që të lahem apo të marr abdes e mos t'i fal 2 rekat namaz. E kam bërë si rregull vetes time. Sa herë që lahem, pa i bëj gusl ose marr abdes, i fal 2 rekat namaz. Tha pejgamberi sa sem prej kësaj. Kjo është ajo vepra.